وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me temën e hapur, të cilën e kemi në shitblerjen dhe tregtia, ku jemi duke informuar dhe duke marrur mësim veçanërisht me një temë e cila është një ndër moralet e përhapura dhe është çështja me të cilën na folëm rreth kësaj teme dhe kësaj tematike, që është një dukuri e cila është shumë e rrezikshme në mesin e njerëzimit, e sidomos në fushën e tregtisë dhe marrëdhënieve ekonomike. Është fjala për mangësimin në peshore dhe në mas, ku folëm dy tema ndoshta rreth kësaj dukurie me të cilën dhe sot na ngel që të flasim për këtë dukuri, për këtë fenomen të rrezikshëm që ka përfshirë pjesën tonë dhe ajo e cila duhet që na të marrëmi mësim nga kjo, për arsye se kjo ka pasoja të shumta si në këtë botë dhe botën tjetër. Pra ngel që të njoftohemi me pasojat të cilat rrjedhin pas këtij mëkati të madh, për të cilën treguam në dersin e kaluar se për shkak të këtij mëkati Allahu Gjelle Gjelaluhu shkatërroi popull, edhe ato me disa dënime të lloj-llojshme. Atëherë thua, cila është shkaku që ata merituan këtë dënim? Pra është shkaku I mangësisë në peshore dhe në mas. Pra gjithashtu është e njohur që të dihet se ky mëkat I madh I Allahut Gjelle Gjelaluhu ka pasoja edhe në jetën e përditshme të njeriut, para se të vinë që të ketë pasoja në ditën e ahiretit. Allahu Gjelle Gjelaluhu o vëllezër në Kur'an na ka lajmëruar dhe na ka treguar, na ka shpjeguar si dhe I dërguari I Tij në hadithet profetike të Tij, I cili na kanë shpjeguar se ai popull I cili do ta ketë këtë veti dhe këtë cilësi, këtë dukuri të ulët në mesin e tyre, atëherë në atë popull pasojat e këtij mëkati do të jenë që do të merret si pasojë, do të ketë thatësira, humbje e bereqetit, si dhe padrejtësia e qeveritarëve, padrejtësia e udhëheqësive dhe pushtetarëve ndaj tyre. Dhe këto na e lajmëron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të Tij, I cili na tregon për këto gjëra, kush do të sprovohet me njërën prej këtyre,
të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kishte dërt në hadithin të cilën e transmeton Ibn Majah nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, tha se u kthye një herë nga ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na thonë: Ja ma'shara al-muhajirin, o grupi i muhajirëve, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Ta janë 5 gjëra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ju nëse sprovohi me ta, nëse ju i përjetoni këto 5 gjëra e të sprovohi me ta, dhe kërkoj mbrojtjen Allahut xhelle xhelaluhu që të i arrini këto 5 gjëra, se do të janë shumë të vështira dhe të këqija. Njërën për këtyre 5-ve e ceku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin." Nuk ka një popull të cilët do ta kenë këtë veti dhe këtë dukuri, këtë fenomen të ullët të tyre që ata të arrin e të mangësojnë në masë dhe në peshore, për vetëm se do të merren me thatësi, me vite, të cilët do t'ju dërgon Allahu xhelle xhelaluhu thatësi. Thatësira, o vëllezër, si shkak i këtij mëkatit edhe këtij morali që është në prezencë. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa shiddatil ma'una", vështirësia e jetesës, shtrenjtësia në jetesë dhe në vështirësi të nevojave për të arritur kryerjen e nevojave të tyre dikush. Vështirësi në jetesë, shtrenjtësiat e çmimeve dhe të gjërave, derisa ai të i sjellë dhe nevojat të cilat janë nevojat të cilat i ka personi personal të tij, nuk do të mund ndoshta edhe të i arrin të i kryejnë ato. E pastaj tha: "Wa jawru sultani alehim", edhe padrejtësia e pushtetarëve ndaj tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër na lajmëron në këtë hadith se ky mëkat e ka këtë pasojë, përderisa një popull ta ketë këtë mëkat në prezencën e tyre dhe këto ta ushtrojnë këtë dukuri në mesin e tyre, që ato të mangësojnë në peshorët dhe në masën e tyre, e para, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i kap thatësia e madhe. Edhe se na këtë dukuri veç e shohim ndoshta këto pasoja në mesin ton, edhe në shumë vende të cilët i ndëgjojmë ankesat e tona vazhdimisht, thatësirat e cilët na kanë kapur, edhe gjithashtu shiddetul ma'una, vështirësia e jetesës, shtrejtimi i sendeve, vështirësia e kryerjes së nevojave, që nuk do të kesh mundësi, nga shtrenjtësia e madhe nuk kemi mundësi dhe të i përmbushim nevojat tona me të cilët i kemi në jetesën tonë. Dhe gjithashtu pastaj dhe padrejtësia e madhe e pushtetarëve, të cilët nëse ky mëkat, ne shumë herë gjithherë ankesën e kemi, nuk ka drejtësi, nuk ka shtet, nuk është kështu, nuk shkon ashtu, mirë po harrojmë të pyesim se nga na kanë ardhur këto shkaqe. E padyshim se njëri ndër shkaqet kryesore që ta sjell këtë ndëshkim dhe këtë dënim është që të jetë prezent ky fenomen i rrezikshëm në mesin ton, e veçanërisht në fushën e tregtisë dhe marrëdhëniet ekonomike, që të mangësohet në vagë, të mangësohet në peshore dhe në masë. Jo vetëm kaq, vëllezër, por hadithin të cilën e transmeton Tabaraniu nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma taffafu qauman kaylan", nuk ka një popull i cili kanë mangësuar në masë dhe kanë mangësuar në peshore, illa mana'ahumullahu al-qatr, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu do t'ja ndal atyre pikat e shiut. Si shkak dhe si pasojë e këtij mëkati, i cili është në prezencën, do t'jetë shkak i sjelljes së këtij mëkati që të ketë thatësirat, pra që t'ja ndal Allahu xhelle xhelaluhu atyre pikat e shiut. Dhe se secili mëkat e ka pasojën e vet,
që është shkak që ta meritojsh ndoshta ndonjë dënim për të cilën ato e bëjmë me durët e tona. E besimtari është ai i cili kur i vën dëshkimet, ai vetëdijsohet dhe bën pyetje vetit të tij se a thua nga më erdhën këto ndëshkime dhe këto dënime, cila është shkaku i cili të sjell vështirësinë e jetesës, kush është shkak që ta sjell thatësirën, kush është shkak që ta sjell padrejtësinë, edhe të ndalen dhe pikat e shiut e kështu me radhë, e të ndoshta dhe të ta pengon Allahu xhelle xhelaluhu rrezikun dhe furnizimin. Sikur që Imam Maliku rahimullah në Muwattën e tij, në librin e tij El Muwatta, na tregon një fjalë të Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili tha se me të vërtetë se disa mëkate nëse shfaqen te njerëzit, ato i tërheqin edhe disa dënime së bashku me ta. E prej tyre tha që nëse te njerëzit përhapet mangësia në peshore dhe në mas, kur të masin, tha Allahu xhelle xhelaluhu, ja u ndërpret atyre rrezikun, ja u ndërpret atyre furnizimin. Dhe nuk ka një popull i cili tha te to përhapet vjedhja, fshehja e pasurisë, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu do të hudhë në zemrat e tyre frikë. Edhe nuk ka të një popull të cilët në to përhapet zinaja, tha përveç se Allahu xhelle xhelaluhu do ta shton, tha në to shtohet vdekja e shumë. A nuk kemi të ndëgjuar në këtë kohë që vdekjet janë shtuar të shumta, nëse e hap lajmin, vazhdimisht në lajme do të shikojsh se dikush e vrap dikant, dikush vdiq, dikush e mbyti, dikush ndroi jetë, gjithherë do me thonë shtohen vdekje të vëllezër në moment kur të përhapet në atë popull zinaja, immoraliteti. Gjithashtu tha, dhe pastaj nuk ka një popull në të cilët gjykohet padrejtësisht në ta, vetëm se do të shtohet në to gjakderdhja. Dhe nuk ka një popull me të cilët ato janë që e ndalojnë edhe e mangësojnë hakun e njerëzve në peshore, në matje, përveç se Allahu xhelle xhelaluhu do t'ja u mangëson dhe do t'ja u kput atyre rrezikun dhe furnizimin. Vështirësimin e fjalët hadithit pejgamberit sallam në jetesën e tyre, në përditshmërinë e tyre, me vështirësitë e tyre, në fakt ne e dim se këto janë pasoja të mëkateve të cilat ndoshta janë në prezencën tonë. E kjo është ajo pasoja e cila gjendet pra në jetën e kësaj bote, me të cilën si shkak e cila i tërheq këto ndëshkime, është shkaku i kësaj dukurie që gjendet në mesin tonë, edhe këtij fenomeni të rrezikshëm e cila e humb besimin e njerëzve, e humb dhe ndershmërinë e tyre, edhe një ashtu sjell dhe hidhërimin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe zemrimin e krijuesit. Dhe një ashtu ka pastaj pasojë në ditën e gjykimit. Por këto janë pasojë të cilët do të i përjeton ai popull apo ai njeri i cili është me këtë mangësi, pra të themi, dhe me këtë fenomen e cila është e rrezikshëm, mangësia në matje dhe në peshore. Mu për atë vëllezër, ajo e cila vjen si pasojë pastaj në ditën e gjykimit, Allahu xhelle xhelaluhu ka premtuar se për shkak të këtij mëkati do të ketë mjerim dhe thirrri Allahun në fillim të surës Mutaffifin, ku e cekom në dersin e parë që Allahu xhelle xhelaluhu pra la dhe mëkat të veçantë, dënim për këtë mëkat të veçantë, do të ketë dënim të veçantë ditën e gjykimit, wailun lil mutaffifin. Mjerë për ata të cilët paksojnë në matjet dhe në vagat në peshorat e tyre. Ai cili kur t'ju mat njerëzve, ai mundon që të pakson, edhe kur të merr nga njerëzit, ai dëshiron që të merr më shumë. E kjo është një cilësi ndoshta te njeriu që e gjen prezent, por rrezikshmëria e saj është e madhe që besimtari duhet të ketë kujdes gjithherë në matjen e pasurisë së tij, që ai mos të jetë shkak e ta mbush pastaj barkun e tij me haram, me diçka që ndoshta nuk është hak i tij dhe nuk është e drejta e tij, duke ja marrur
në peshora, apo në mangësi të peshores së tij dikuja e cila nuk I takon atij. Më për atë vëllezër Imam Buhariu, nga Aisha radhiyallahu anha na tregon se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin të kujdesshëm që mos ta fusin në barkin e tyre diçka që është haram dhe e ndaluar. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu e kishte një rob, një shërbëtor të tij. E pastaj ai e pa të bërë që atë shërbëtorin e dërgonte që të punon, se ishte shërbëtori i Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe ai e dërgonte që të punon dikon. Tha nëse dëshiron që të shkojsh të punosh te dikush, se te Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk kishte ndonjë angazhim, don që të punosh te dikush me rrogë, tha mirë po të ma japësh një përqindje mu, e ti shko puno, pastaj çka të marrësh jashta asaj përqindje së caktuar që ja dhuron te Ebu Bekri radhiyallahu anhu, tjetra të takon ty. Por një ditë vjen te Ebu Bekri radhiyallahu anhu ky shërbëtori dhe I dhuroi që të hanë diçka. Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga pasuriet të cilët I kishte pas fituar ai, e pastaj ju drejtua Ebu Bekri radhiyallahu anhu duke I thonë, a e di se nga e kam marrur këtë fitim unë sot? Tha, prej ka e morë këtë fitim? Tha, për para më herët kur kam qenë në xahiljet, në kohën e ignorancës, tha, jam shtirur si kur di të bëj fallë. Sikur me qenë një fallxhor që sot me të madhe I mashtroj njerëzit se ta din të msheftën e kështu me radhë. Tha, une dikuja I pa ta bo fallë, nuk e njihnja, tha, këtë degë mirë, po vetëm e mashtrova, kinë se pi bëj fallë për t'i ndihmu. Tha, por ai tash më takoj në rrugë, nuk më ka pas dhënë atëherë, po tash më takoj në rrugë dhe më dha pasuria, po më shpërblej për atë që e kam bërë atëherë në kohën e ignorancës nga falli si fallxhor. Tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu I futi gishtat e tij, e nxorri duke vjellur nga barki I tij të gjithë atë të cilën ai e kishte fituar nga falli I tij si fallxhor, për arsye se dinte Ebu Bekri se mbushja e barkut haram me të vërtetë se ka pasojë të mëdha, e kjo ishte interesi o vëllezër, si pasojë që me të vërtetë se Allahu xhelle xhelaluhu për shkak të këtij mëkati ndoshta na sjell thatësira, ndoshta na sjell vështirësi në jetë, e na sjell pastaj edhe padrejësia të pushtetarëve, e gjithë kjo neve na bën që na të vetëdijsohemi e ta largojmë ndoshta këtë mëkat nga mesi I jon e posaçërisht nga mesi I tregtisë dhe tregtarëve tonë në marrëdhëniet ekonomike. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu ta bën këto mësime që të I bën udhëzim për ne dhe mësim për ne. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.